Më 30 qershor do të zhvillohet seanca e parë gjyqësore në themel për kreun e Partisë Demokratike, lidhur me aferën e privatizimit të ish kompleksit Partizani, një çështje që ka përfshirë dhe dhëndrin e tij Amarbër Maltezi. Në këtë çështje janë të pandehur ish kryeministri Sali Berisha, dhëndri i tij Amarbër Maltezi, ortaku i tij Xhim Begeja, biznesmeni Fatmir Bektashi dhe financierja Andja Pustina, të cilët do të përballen me drejtësinë në lidhje me akuzat për privatizimin e ish kompleksit sportiv Partizani. Berisha do të gjykohet për akuzën e korrupsionit pasiv të zyrtarëve të lartë. SPAK pretendon se në cilësinë e kryeministrit, ai favorizoi dhëndrin e tij Amarbër Maltezi me përfitimin e pronës. Berisha është në masën e sigurisë detyrim paraqitje, ndërsa dhëndri i tij ndodhet në masën e arrestit në shtëpi. Megjithse Maltezi ka apeluar vendimin dhe gjykata e lartë refuzoi pak ditë më parë kërkesën e tij duke e lënë atë në arrest shtëpie. Maltezi akuzohet nga SPAK se ka përfituar të ardhura në vlerën e 5.4 milionë eurove nga një biznes ndërtimi në mënyrë të parregullt, fal vendimeve të qeverisë të marra nga vjerri i tij. Pas përfundimit të hetimeve paraprake nga SPAK dhe kalimit të dosjes për gjykim, kjo do të jetë hera e parë kur palët përballen në sallën e gjyqit për të diskutuar në themel akuzat e ngritura. Këto zhvillime me çështjen vinë në një kohë kur reforma në drejtësi ka hyrë në një fazë kritike, me SPAK-un dhe GKK-on nën vëmendjen e vazhdueshme të publikut dhe ndërkombëtarëve. Drejtësia shqiptare ka vënë në shqyrtim një numër të lartë të politikanëve në vendin tonë, ndonse është hera e parë që ka marrë të pandehur një lider opozitar të nivelit kaq të lartë.